Kam mbetë edhe pak javë deri te panairi i librit të Prishtinës, i cili organizohet nga shoqata e botuesve të Kosovës, dhe ky panair ka edhe një historik të vetin të organizimit edhe të aktiviteteve, si është rrjedha e tij shkurt. Po, si vjet është edicioni 26 i panairit librit Prishtinës, që nga edicioni i parë në vjeshtën e 99-ës. Panairi i librit është ngjarja kryesore që mbledh krejt njerëzit e fushës së librit brenda një ambienti për një afat 4 ditor, 5 ditor. Panairi është një kurorëzim i punës një vjeçare të botuesve, edhe është shumë e rëndësishme për njerëzit që të shkojnë, ta vizitojnë edhe për afër, të shohin njerëzit të cilët janë në anën tjetër të librit, po themi. Gjithë secili nga ne, kur merr lexon një libër, mund të mos mendoj për ata që e kanë bërë të mundur që libri të jetë në tavolinën tonë, të jetë në duart tona. Edhe panairi është mundësia e artë ideale që të bashkëbisedojmë me njerëzit që pa rreshtur për çdo ditë punojnë mbrapa, që libri në fund na vije në formën siç na vije. Takime me shkrimtar, takime me botues, takime me lexues të tjerë, takime me përkthyes, pjesëmarrja në aktivitete që ndodhen aty, promovime për vjetor, janë një mundësi shumë e mirë që botkuptime që i kemi ne në raport me qoftë interesat në raport me librin, qoftë vetë proceset të të lexuarit, të shkombejmë me të tjerët.